Në Kosovë ka të varfër, mirë por nuk ka fukarallak, qepse s'ka. Kosovarët vitin e fundit e kanë përmbyll me gati 7 miliard euro pare në banka, sipas Bankës Qendrore të Kosovës. Vetëm gjatë vitit të fundit, kosovarët i kanë deponu cash në banka, ma tepër se sa i kanë pas 800 milion euro shtesë. Dhe më thonë ju kanë tepru 800 milion euro për një vit, edhe i kanë fut në banka, shtesë, i kanë pas 6 vikne, i kanë bo gati 7. E për që aty në pareve, 4.5 miliard euro janë të individëve privat. Vetëm 2.5 miliard, pak ma pak bile, janë të bizneseve, sepse bizneset kryesisht operojnë me cash, kjo është normal, po me kredi dhe kjo është arsyeja. Pra, po flasim për një situatë jashtëzakonisht të favorshme të ekonomisë tonë. Normal, ne nuk jena vend i zhvilluar, konsiderohemi vend në zhvillim, pra nuk jemi vend as i varfër. Jena të shku drejt zhvillimit. Dhe sot femënen abonit të qartë që jena ndër vendet me rritjen më të madhe ekonomike në Evropë. Jena drejt të shku mirë, duhet me të rëgjitë të punë, duhet më uzu.